Shikues të nderuar, në vazhdim të magazinës informative 21 drejt për drejt, fokusohemi te seanca e Kuvendit. Ka dështuar për të dytën herë konstituimi i Kuvendit Kosovës, kryesuesi i seancës Avni Dehari tha se në takim me përfaqësuesit e partive nuk pati konsensus. Ndërkaq që seancën e radhës e ka paralajmëruar për të shtunën në orën 12. Pati i përfaqësues që i braktisën takimin nuk pati konsensus, seanca do të vazhdojë brenda 48 orëve në orën 12 më 19 prill, me shpresë që deri atëherë të ketë pajtueshmëri, tha Dehari. Ministrja në detyre drejtësisë Albulena Haxhiu dhe Mimoza Kusari Lila kanë deklaruar se i kanë votat e mjaftueshme për formimin e institucioneve, por ka theksuar se është e domosdoshme që të zhvillohen konsultime për gjetur një zgjidhje lidhur me bllokimin e procesit të konstituimit në Kuvendin e Kosovës. Duke folur pas ndërprerjes së seancës nga kryesuesi të enjtën, Haxhiu theksoi se mungesa e konsensusit në takimin konsultativ ka penguar përparimin e procesit. Që e patë kryesuesi i seancës konstituive e pezulloi apo e ndërpreu këtë seancë për faktin se në takimin konsultativ në të cilin ishim të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e partive politike nuk pati asnjë konsensus. Pra kishte qëndrime të kundërta me njëra tjetrën. Në këtë drejtim më duhet të theksoj faktin që letra që presidenti Osmani ka drejtuar tek kryesuesi i seancës konstituive kërkon që të gjejmë zgjidhje për të mos u bllokuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe për ta gjetur këtë zgjidhje duhen konsultime. Pra nuk mund të vim te një zgjidhje pa pasur paraprakisht konsultime ndërmjet partive politike. Ne sot ishim të gatshëm që të japim kontributin ton për zgjidhjet e mundshme që mund t'i kemi para vetës. Unë isha e pranishme në këtë takim, bashkë me mua zonja Kusari Lila, në të cilën jam bashkë edhe në këtë konferencë, dhe Saranda Bogujevci. Pra, ne si subjekt politik, si parti politike, duam ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra kemi plot vullnet që ai vendim të korrigjohet, por duhet të shohim se cila është mënyra për ta korrigjuar atë vendim, duke pasur parasysh që as me rregullorën e punës Kuvendit, as me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, as me ndonjë ligj tjetër në fuqi nuk është e parapar një situatë të tillë, duket që ligjvënësit ose deputetët të cilët e kanë hartuar rregullorën e punës së Kuvendit nuk e kanë parapar një situatë siç ka ndodhur në një moment të tillë kur Kuvendi vendos mos me i verifiku mandatet e deputetëve të cilët janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra ne do t'jemi sërish në seancën që është thirrë nga kryesuesi Dehari, kemi edhe një herë vullnet të plot që të propozojmë edhe mënyra se si duhet shkuar tutje. Unë më herët e përmenda njërin nga ato. A do t'jetë një komision i ri për verifikimin e mandateve, apo komisioni që e ka kry këtë punë herën e parë, ta bëj sërish përgatitjen e raportit të ri që do ta sjellë në Kuvendin e Kosovës, është një çështje që mund të diskutohet, por natyrisht mund të ketë edhe propozime tjera. Prandaj jemi këtu për gjetur zgjidhje, për të ofruar mundësi dhe për t'i kryer detyrat tona si deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Është përkeqardhje situata dhe rrethanat në të cilat është vendosur organi më i lartë i shtetit, organi legjislativ Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ajo çfarë duhet të ishte një proces i thjesht i votimit, më shumë teknik se sa politik, me të cilin të gjithë deputetët e Republikës, të cilët kanë marrë mandatin nga qytetarët e Republikës, e konfirmojnë vullnetin e tyre për aktivitetin e tyre si deputet me një votim, e kanë vendosur në një rafsh politik dhe kanë shprehur në një farforme jo vetëm pabesin e tyre për ato mandate, por gjithashtu edhe mos pranimin e rezultateve. Zgjedhjet kanë qenë me një rezultat të qartë, si në vitin 2021, si në vitin 2025, lëvizjave të vendosje me partnerët e vetë ka dalë partia e parë, fituese, dhe natyrisht që veprimin e tyre politik kanë mundur të vazhdojnë me votimin apo mos votimin e kryetarit të Kuvendit dhe organeve të Kuvendit. Por jo
e vendosën në një rafsh në të cilin treguan se nuk janë pajtuar as me rezultatin më herët e as me rezultatin tani dhe me çdo kush duhet të shërbejnë ose duhet të jenë në funksion të bllokimit të shtetit. Nuk ka asnjë logjik tjetër përveç se bllokimi i institucionit më të lartë për të proceduar pastaj me formimin e institucioneve, se sa mos marrja pjesë ose votimi kundër marrjes së mandateve të tyre. Nuk ishte ky votim ose propozimi i qeverisë, nuk ishte ky votim ose propozimi i partisë së parë në zgjedhje. Kjo është një procedurë e thjeshtë, e cila asnjëherë më parë nuk është kontestuar ose nuk është bllokuar në formën se si është bërë tani. Kjo vetëm e tregon se ju kanë shterë të gjitha format kreative të opozitarizmit që asnjëherë nuk i kanë pasur dhe nuk po mund t'i gjejnë dhe tashmë vendosin veç të bëjnë një blokadë të thjeshtë të shtetit apo institucionit. Tani më lejoni vetëm në 2 çështje t'ju tregoj se sa larg shkon themi zelli i tyre për të bllokuar. Në mbledhjen e cila u thirr nga kryesuesi i seancës, përveç se pat e para reagime absurde në të cilin ti nuk ke mandat na ftosh për konsultime, nëse ne nuk debatojmë si të zgjedhur të popullit për të dalë nga ky ngërsh, nga kush e presin? Presin thirrje nga ambasadat, presin që dikush t'ju bëj presion të natyrës tjetër, është absurde t'i thonë zoti Dehari kryesuesit të seancës, ti nuk ke drejt na ftosh. Çfarë të drejtë kanë ata të kontestojnë çështjen bazike, dialogimin, si të procedojmë tutje. Në kuadër të kësaj, siç e tha ministri Haxhiu, është edhe çështja tjetër, në të cilën ne asnjëherë më parë s'jemi përballuar në aspektin ligjor. Një ligj që nuk votohet në kuvend ose që rrëzohet në kuvend, siç është rrëzuar certifikimi i mandateve, duhet 3 muaj që pastaj t'i kthehet kuvendit. Ne nuk kemi një legjislacion që e tregon që në rast të rrëzimit të dosjes ose raportit të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe njëherë po e ritheksoj, i vetmi institucion përgjegjës për verifikim dhe certifikim të zgjedhjeve dhe mandateve është Komisioni Qendror Zgjedhor. Grupi punues lidhet për të bë një verifikim formal mbi prezencën e deputetëve në sallë dhe natyrisht mandateve të cilat janë pranuar dhe bëhet betimi i deputetëve. Ata e kontestuan. Domethënë diçka që në fakt nuk është përgatitur as nga Komisioni punues. Si dhe më lejoni gjithashtu që drejt për drejt t'i përgjigjem zonjes Time Kadria që ishte këtu para nesh në raport me përgjegjësitë e kryeministrit. Ta lexojnë mëre, ta konsultojnë ligjin, është shumë i qartë ligji mbi qeverinë, i cili tregon kompetencat. Qeveria në detyrë nuk mund të emëroj ose të inicojë emrime në pozita të larta, vetëm në rastet ku ato pozita duhet të konfirmohen në kuvend ose duhet të konfirmohen nga presidentja. Që është kjo padituri sistematike, që janë këto gabimet të vazhdueshme me cilat synohet të kontestohet çdo gjë, me një fakt banal, pse shkon kryeministri apo ministrat në zyrë. Cila është krenaria të zbrazën zyret dhe të mos jenë këta në funksion. Të vazhdojnë veprimin politik e kanë. Me njëherë pas betimit, futet në votim kryetari i kuvendit dhe pastaj kryesia kuvendit dhe pastaj qeveria. Aty shihet vullneti i tyre për të mbështetur apo për të mos mbështetur. Në situatën si po vazhdon, sinqerisht, ne nëse vazhdon në këtë mënyrë, atëherë duhet gradualisht të konsumojmë kohën dhe në momentin kur e shohim që s'ka zgjidhje tjetër, të drejtohemi prap subjekteve, të themi të ulemi atëherë në tryezë të diskutojmë për zgjidhje tjera. Kryetari i PDK-s Memili Krasniqi tha se lëvizja vetëvendosje nuk është as afër arritjes së shumicës, andaj sipas tij po përpiqen të blejnë kohë për t'i bërë pazaret politike. Pasi do shtoi për herë të dytë konstituimi i kuvendit, Krasniqi tha se sot është bërë uzurpimi partjak i seancës. Domethënë, edhe ju si media edhe krejt qytetarë të Kosovës sot u bën dëshmitar të faktit që partia që ka dalë para edhe ish pushteti, e uzurpun një drejt kushtetuese që a jep përmes deputetit më të vjetër për me e siguru marrëvajtjen e seancës, por me bë diçka tjetër. Me uzurpu këtë drejt për me pengu rrjedhën e seancës. Unë mund t'ju them që këta sot vje keq mënyrë të organizume kanë ortu me pengu seancën. Ja ku i keni skenarin. Skenari ka qenë i qartë. Skenari dhe vetmja punë që ka pas sot kryesuesi i seancës është me ardhur dhe me thonë të nderuar, konstatoj sa janë pranishëm dhe vazhdojmë me punimet me hudhë në votim. Sot ka pas uzurpim partijak të institucionit
përfaqësues qytetarëve të Kosovës. Në vend se të zbatohet skenari i seancës, vazhdimi i saj, të hullet votim raporti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, por është keq përdorur kjo e drejtë që i takon deputetit më të vjetër si kryesues i seancës për me arrit qëllime partijake politike. E cilat janë ato, besoj po e dini qartë. Këta jo që s'kan shumicë, por këta s'janë as afër shumicës. Dhe unë i ftoj që mos ta mbajnë peng konstruimin e Kuvendit Kosovës, mos ta mbajnë peng themelimin e institucioneve të vendit, mos t'i mbajnë peng nga fatet kushtetuese, por le të vinë seancë dhe le të votojnë. Normalisht që nuk kanë drejt me qenë edhe në pozicione ekzekutive dhe legislative në të njëjtën kohë, por nuk munden me u sjell me këtë shpërfillje kaq të hapur ndaj vullnetit qytetar, ndaj kushtetutës vendit, ndaj ligjeve të Republikës Kosovës. Është vërtet përkeqardhje, por sot pati një shpërfaqje krejtësisht të qartë të një fakti të pamohshëm. Këta nuk kanë shumicë parlamentare dhe me qenë se nuk kanë, po dëshirojnë me ble kohë, me ble edhe 48 orë kohë për me bo pazaret politike, të cilat, unë për them, edhe mas 2 ditë do t'i kenë në nivelin e njëjtë, nuk do t'kenë shumicë. Kryetari i LDK Sulmir Abdigjiku tha se kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit Avni Dehari e ndërpreu seancën pa të drejtë dhe kundërrregullore së Kuvendit. Sipas Abdigjikut, seanca nuk duhej ndërprer pasi kishte kvorum të mjaftueshëm për votim dhe duhej të vazhdohej me pikën e parë të rendit të ditës, miratimin e raportit për verifikimin e mandateve. Qytetarët e Kosovës tashmë kanë shumë të qartë se kush janë bllokuesit e vërtet të seancës konstituive. Kryesuesi që rastis të jetë më i vjetri në moshë, rastis të jetë nga partia e parë, pa të drejtë, kundër praktikës kushtetuese, kundër rregullore së Kuvendit, ndërpreu seancën e sotme, ndonë se kishte kvorum të mjaftueshëm, ndonë se kishte kushte për votim të raportit të komisionit verifikues. Sinqerisht, është përkeqardhje kjo praktikë e re bllokuese e kushtetueshmërisë së Republikës Kosovës, institucionit më të lartë dhe nevojës urgjente të popullit Kosovës dhe Republikës Kosovës për pas institucione sa më parë. Edhe njëherë, kjo shkelje e rënd, praktik e pazakont, është sjellje e mbrapsht politike për cilën nuk kemi arsye, por gjithsesi do të ndihemi pas 48 orëve për shprehur sërish qëndrimin tonë të lidhjes demokratike të Kosovës. Kjo çështje është shumë e qartë. Presidentja, po dhe rregulloria dhe kushtetuta e Kosovës ka sjellur çështjen në seancën e Kuvendit të Kosovës, seancën plenare. Ky është institucioni më i lartë i vendit. Këtu mirën vendimet e vendit. Këtu duhet mirën vendimet e vendit. Për pasur vendimet e vendit, duhet ketë të drejtë votimi siç ka parapar rregullora dhe kushtetuta e Republikës Kosovës. Kjo e drejtë u mua sot 100 deputetëve prezent në sallë, kishte kushte për votim, do duhet votohej dhe më pas vendimi final do të merrej nga votat e deputetëve të Kosovës. Ishte e padrejt, është jo praktike pazakon kundër rregullorës. Kryesuesi duhet të lexojë skenarin, i cili është i shkruar, është standard, nuk gëzon të bëj asnjë haptutje, as konsultime. Megjithëse morëm pjesë në konsultime, i tham që të vazhdoj seancën siç është e parapar me rregullorën e Kuvendit dhe kështu të vazhdojmë tutje me zhbllokimin e Kuvendit. Besoj që herën tjetër dhe mikrofonat do t'i rregullohen. Ju faleminderit shumë. Deputetja e zgjedhur e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Doarsa Kica Xhelili, tha se kryesuesi i seancës Avni Dehari nuk ka të drejtë të thërasë për konsultim përfaqësuesit e subjekteve politike. Atëherë për ju që ishi duke përcjellur seancën momentale, pra seancën konstituive, mund të them që kjo që sapo bëri kryesuesi i seancës konstituive është rasti i paprecedent dhe nuk përkon me asnjë procedurë të rregullorës së Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra në këtë fazë, kryesuesi i Kuvendit nuk ka të drejtë të ftoj akterët për asnjë konsultim politik të kësaj natyre, me qenë se ne po flasim për një çështje krejtësisht procedurale. Ajo që ai mund të bëjë në këtë fazë është ose të thërasë edhe një herë të formohet komisioni dhe partitë politike t'i dërgojnë anëtarët e komisionit për verifikimin e mandateve deputetëve, apo ta rishqyrtoj, apo të themi ta riqes në votim, apo në rivotim raportin e djeshëm, por jo të ftojnë në konsultim të tij. Andaj edhe përfaqësuesit nga Lidhja Demokratike e Kosovës tani shkuan në këtë takim të thirrur, pra jo procedural dhe jo të rregullt, që ta adresojnë pikërisht këtë çështje. Përfaqësuesit e LDK-s do të jenë në atë takim që të konfirmojmë edhe një herë që kryesuesi i
seancës konstituive nuk e ka mandatin të ftoj partitë politike për ndonjë konsultim në këtë fazë. Tani po besoj që do të kuptoni edhe nga ata kur do që dalin se çfarë ka ndodhur në atakim, por qëndrimi i LDK-s është i qartë. Ne nuk mund ta tejkalojmë domosdoshmërinë kushtetuese dhe ligjore të kërkesës për një dorëheqje para betimit. Konsistenca lidhur me këtë qëndrim ka qenë edhe nga anëtarët e LDK-s të cilët në kohën kur kanë qenë pjesë e një qeverie në detyrë, nuk i kanë dhënë fare betimet derisa nuk i kanë dorëzuar mandatet e tyre. Rrjedhimisht qëndrimi ynë sot nuk ndryshon, por duam të potencojmë prapë që personat të cilët po dërgohen nga qeveria në detyrë tanishme të kryen punën e tyre edhe si kryesues të kuvendit, dukshëm që nuk i kanë të qarta as pozicionimet e tyre, të cilat vijnë nga rregulloria e punës së kuvendit të Republikës Kosovës. Pra, e vetmja gjë e pa precedent mbetet mënyra se si këta vazhdojnë të sillen me rregullorën e kuvendit, me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Deputetja e zgjedhur e AK-s Time Kadria i tha se vendimi i kryesuesit të seancës Avni Dehari për të ndërprerë seancën e sotme pa u hedhur në votim pika e parë e rendit të ditës që dështoi të kalojë të martën është shkelje. Kjo sipas saj është antikushtetuese e antiligjore sepse në fakt ai është dashur që të hedhë në votim dhe që deputetët sipas dëshirës të votojnë. Nga kryesuesi u kërkuar që të formohet ndoshta edhe një komision tjetër ad hoc, gjë që e kundërshtuam për shkak se ka qenë një komision ad hoc. Komisioni ad hoc e ka kryer punën e tij dhe me shumicë votash është votuar sjellja raporti i këtij komisionit ad hoc është sjell në Kuvendin e Kosovës, sot është dashur me vazhdu aty ku kemi ngel, të hudhet në votim raporti i komisionit për verifikimin e mandateve. Kaq kanë të drejtë, kaq që dashme u bë dhe jo tash thirrën konsulta, kërkohet që prapë formohet në një komision i ri, qëndrimet i kemi të njëjta, kjo qeveri ka bo shkelje, po vazhdon me shkel kushtetutën ligjin e Kosovës, o dosht jo me informat, po depunimi i dorëheqjes së kryeministrit kabinetit qeveritar në mënyrë që o t'jenë deputet, o t'jenë kryeministër dhe ministra. Faleminderit. Vendim ka marrë kuvendit të martën, ka marrë vendim që ai raport nuk ka kaluar. A presim me pas një raport? Raporti ka kaluar në komision ad hoc. Me shumicë votash është procedur në kuvend. Seanca është ndërprer në Kuvendin e Kosovës, aty duhet vazhdohet. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka kritikuar mënyrën e menaxhimit të seancës konstituive të kuvendit, e cila u ndërprer sërish sot. Cakolli vlerësoi se ndërprerja e seancës nga kryesuesi Avni Dehari përbën një shkelje procedurale, pasi ajo ndodhi pa votim formal dhe pa u trajtuar gjitha pikat e rendit të ditës. Ai po ashtu kritikoi çastin e kryesuesit seancës, duke thënë se nuk kishte nevojë për konsultime të reja me subjekte politike, pasi afati prej 48 orësh ekziston pikërisht për këtë qëllim. Me Eugen Cakollin bisedoi kolegja Valmira Hoti. Cakolli edhe sot u ndërprej seanca konstituive e kuvendit, çfarë pason tutje, pse erdhi tek kjo situatë? Unë besoj që seanca konstituive e kuvendit u ndërprej sërish për dy faktorë kryesor. E para është mos ofrimi i dorëheqjeve nga ana e kryeministrit dhe ministrave në detyrë në kundërshtim obligimet e tyre ligjore, gjë që po pamundson konstituimin e kuvendit. Dhe së dytë ishte qartazi mungesa e numrave, sepse po të ishim numrat e nevojshëm për ta kaluar raportin, por edhe për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit, nuk besoj që do të kishim një situatë të tillë aq sa kaotike, aq edhe të panevojshme. Në anën tjetër, duhet teksuar që kryesuesi i kuvendit sot e ka administruar seancën jo vetëm në mënyrë të parregullt, por edhe në kundërshtim me rregullorën dhe legjislacionin në fuqi. Qëndroi tek arimet e opozitës se thirri konsultime në mënyrë të thotë. Në radhë parë tërë situata ka filluar me shkelje, mbase jo, por me të paktën praktika të papërcaktuara. E para nuk ka pasur nevojë të drejtohet presidentës. Së dyti nuk ka nevojë të ftojë në konsultim subjektet politike, sepse ky afati 48 orësh është pikërisht për qëllime të konsultimit. Dhe së treti, mbyllja e seancës pa pasur proces të votimit dhe pa konsumim të pikave të rendit të ditës përbën shkelje të rregullorës dhe ne kërkojmë që i njëjti ta respektojë rregullorën në mbledhjet e ardhshme, përfshirë këtu takimin e së shtunës. Ka mund të pritet në fakt në mbledhjen e radhës të vazhdimit të seancës konstituive që caktuar për shtunë? Unë besoj që pa u siguruar votat për zgjedhjen e kryetarit kuvendit dhe qeverisë në një rënon, apo pa u ofruar dorëheqjet, nuk ka mundësi që situata të zhbllokohet tutje.
për shkak se do të mbesim në ciklet të tilla të dështimeve e krizave të njëpasnjëshme, mbase deri në një involvim të gjykatës kushtetuese, qoftë me kërkesë për interpretim nga ana e presidentës apo për shkak të ndonjë vendimi të kuvendit i cili mund të kontestohet tutje në gjykatë. Sa po zvarrit në fakt gjithë kjo situatë formimin e institucioneve të reja, jemi më shumë se 2 muaj pas zgjedhjeve dhe ende nuk e kemi të formuara. Kjo është një zvarritje krejtësisht e panevojshme dhe që bazuar në pritshmëritë e mëdha publike se si kuvendi do duhet performonte më mirë, kjo në fakt është në kundërshtim jo vetëm me pritjet qytetare, por edhe me të gjitha standardet për formim sa më shpejt të institucioneve, që është indikator se kemi një kulturë politike në mesin e partive parlamentare, sidomos partisë në pushtet, që nuk mundson përmbyllje të cikleve zgjedhore dhe të vullnetit qytetar brenda afateve optimale, por me vonesa të tilla që e kanë karakterizuar pothuajse secilin fillim legjislature që mbahet mend në Kosovë. PSD ka njoftuar se policia e Kosovës ka arrestuar sot kryetarin e Partisë Social-Demokrate Dardan Molliçajin, teksa ky i fundit ka qenë rrugës për një takim. Ky arrestim është totalisht jashtë çdo racionaliteti, përderisa nuk ka marrë as ftesë nga gjykata dhe në njëjtën kohë çdo ditë është në rutinën e tij dhe mund të gjendet lehtësisht, kjo sjellje nuk mund të lexohet ndryshe përveç se presion politik dhe demonstrim force nga një njësi e krijuar për situata emergjente dhe të rrezikshme, jo për të ndaluar opozitën politike, njofton PSD. Kërkojmë lirimin e menjëhershëm të Dardan Molliçajit, përfundon njoftimi. Profesori universitar Bekim Selishta tha se Albin Kurti dhe vartësit e tij nuk mund të mbajnë 2 poste, atë të deputetit dhe të udhëheqësit të qeverisë. Sipas tij, pas dështimit të 2 herë radhazit të seancës konstituive, partitë politike duhet të gjejnë konsensus për konstituimin e kuvendit. Bisedën e zhvilloi kolegu Burim Zariqi. Kem një dështim të seancës sërish sot. Qëndrimet politike nuk kanë ndryshuar. Opozita nuk e votoi një raport hetimor për shkak që Kurti dhe vartësit e tij nuk kanë dhënë dorëheqje nga posti qeveritar. Si presni ju të rrjedhë kjo situatë? Fillimisht, përshëndetje gjithë shikuesve të vënës së njëshit. Realisht me nenin 70 të kushtetutës pika 3, domethënë nuk kanë të drejtë të marrin 2 poste dhe të deputetit edhe të ekzekutivet. Realisht qeveria do të më gjetë një zgjidhje. Realisht kryeministri aktual i Kosovës numrat i ka 48 deputet, nuk e di pse duhet me pas frikë nëse e dorëheqje. Domthonë ky realisht i ka numrat dhe duhet me qenë komod. Jo me pas panik nëse e dorëheqje prej pozitës kryeministrit. Por nuk i ka numrat 61 për zgjidhjen e kryetarit dhe formimin e qeverisë. Deri me tash të paktën nuk kanë deklaruar zyrtarisht për një të tillë. Është kjo arsyeja që vetvendosje po e zvarrit procesin? Unë e kom thonë dhe para 1 muajt, pa u certifikuar zgjedhjet nacionale, e kom theksu që realisht kanë me provu mi shty zgjedhjet ose me shku në rizgjedhje bashkarisht me zgjedhjet lokale. Në anësat edhe problemet ashtu po shihen. Unë mos të kem drejt, kënë të drejt të tjerë, po realisht ashtu janë në anësat, po ne i dim domthonë vitin 2001, 2003 kur kanë pas zgjedhje, domethënë kanë pas që kanë votuar edhe me numër më të madh të deputetëve, po kanë arrit mi kriju koalicionet, edhe pse kanë pasur polaritet shumë politik, po prap kanë zgjedhur një konsensus për hir të shtetit, të qytetarëve të këtij vendit edhe të shumë zhvillimeve tjera. Domthonë kanë bënë sakrificë, gjitha problemet tjera që kanë pasur i kanë ulën për interesa kombëtare. Kësaj radhe nuk po shihet që ka konsensus, sepse u thërë një takim nga udhëheqësi i seancës dhe subjektet politike e lshuan disa takim, duke thënë se nuk ka mandat për një takim konsultativ, se proceduralisht është e qartë se duhet votohet një raport hetimor, por paraprakisht e jap dorëheqje zoti Kurti dhe varësit e tij në qeveri apo në kuvend. Në aspektin politik, sheni që ka zgjidhje? Realisht, zotri Dehari është vetë speaker në anglisht, që nuk ka drejt të marrë konsultime me grupe tjera, këto duhet t'i kryejnë kryetarët e partive politike, ose përfaqësues e partive politike, edhe me gjetë një konsensus. Realisht, Albin Dehari është vetëm i emëruar i moshës që është me moshë më vjetër, kështu që nuk e ka të drejtën e konsultimit me partitë politike të tjera, por realisht ky veç një speaker i kuvendit
që duhet me majtë ritmin që ja lejon ligji edhe rregullore të kuvendit. Por në bazë të rregullores nuk po shet që ka zgjidhje. Partitë nuk po lëkunden nga qëndrimet e saj, qoftë vetëvendosja apo dhe ato të tjera që po e kundërshtojnë. Jemi me afër një zgjidhje apo drejt shkuarjes në zgjedhje, sepse u paralajmërua dha sinjale edhe për zgjedhje të jashtëzakonshme si mundësi. Realisht që dy herë ndodhin shkeljet kushtetuese, edhe këtë interpretim do të më dhonë gjykata kushtetuese se u shkel neni 72 dhe 70 i Kushtetutës Kosovës, edhe manej aty gjyqtarët e Kushtetutës duhen të japin vlerësimin e vet. Po nuk ka pas nevojë më shty kaq gjatë, sepse ne nuk jemi një shtet me 100 milion banor, po një shtet shumë i vogël që aktualisht në Kosovë si kem as 1.6 milion banor, kështu që është më nevojshme me pas një qeveri të qëndrueshme, e mos me marrë shpesh zgjedhje sepse është dëm për ekonominë e vendit, dëm për institucionet e Kosovës, edhe për qytetarë që tash këtij inflacionit që është tepër Kosovë rregullisht, domthonë rritja e energjisë, probleme tjera po parashihet, rritja dhe çmimeve të bukës edhe të produkteve tjera ushqimore. Nëse nuk kem një qeveri, domthonë të votume, nuk ka drejt asnjë ndryshim e bë. Domthonë asnjë ndërhyrje për ndihmën e qytetarëve përballë inflacionit që është i paraprit vendit tonë. Do të thotë mos formimi i institucioneve të reja lë pasoja edhe në jetën e qytetarëve, për shkak të pikërisht këtyre rrethonave që përmend. Pasojat kemi pas sociopolitike dhe socioekonomike kemi pas vazhdimisht nëse nuk kemi një qeveri. Ne duhet me marrë modelin e Shqipërisë, ku zgjedhjet ja lejon me ligj 6 muaj para kalimit mandatit me zgjedhjet, mas 6 muaj e mbron institucionet e vendit që nuk ka krizë institucionale. Ne do ta marrim modelin e Shqipërisë që ka zgjedhur modelin më të mirë që mos me pas krizë institucionale, sepse tek ne vazhdimisht jem të pas krizat të panevojshme. Duhet të ndryshojnë edhe ligjet, por realisht që ligjin që e ka aprovu vetë qeveria aktuale, e ka shkel vetë, kjo është një gabim që është ngutë kër e kanë aprovu këtë udhëzim administrativ. Ligji që thotë se duhet të japin dorëheqje përpara certifikimit të rezultateve zgjedhore, që kishin ndodhur para rreth një muaj dhe nuk kishin dhënë dorëheqje paraprakisht. Unë prap rreth kësaj, aktualisht vetëvendosja ka 48 deputet, duhet me qenë komode sepse është fituese e zgjedhjeve, po nuk do të thotë që është fituese edhe me qenë arrogante përballë koalicione. Nuk ja lejon e drejta morale edhe ligjore me qenë arrogante. Neve nuk kemi nevojë për një fitore që nuk është e mjaftueshme me kriju qeverinë, por duhet me qenë pavarësisht fitores, duhet me qenë edhe konsensuese me subjekte tjera që mos me kriju kriza institucionale, sepse krizat i kushtojnë veç subjektit më të madh, jo subjektit më të vogla. Sa i ke parë të hapur partinë fituese që po përmendni jo vetëvendosjen për bashkëpunim me partitë e tjera? Është kritikuar zoti Kurti për gjuhën e tij dhe kjo ka çuar drejt një përçarje politike për bashkëpunim. Realisht e ka pas mundësinë të ketë gjitha subjektet afër. Ka mujt me marrë modelin gjerman që ditën e zgjedhjeve ulën diskutojnë për rreth koalicione për hir të vendit, ndërsa tek ne ndodhi diçka kundërt. Nuk mundën pakisat në Kosovë janë kategori kushtetuese, po nuk janë që ato që e krijojnë numerikisht komplet qeverinë, sepse vazhdimisht është thonë, e ka potencuar që nuk ka me kriju qeveri me listën sërbska. Domthon tash nuk i jepet mundësi tjetër për pas me partitë më të mëdha të ketë bashkëpunim. Realisht LDK-ja e ka psu me koalicionin që ka qenë me VV-n, edhe din që ka me pësu prap nëse është me një koalicion sepse nuk ka qëndrueshmëri për zgjedhjen e presidentit. Kjo është ajo që pevun LDK-ja, ndërsa subjektet tjera fare nuk kanë dashur me diskutu në parim të arrogancës numrave që ka qenë fituesi i parë. Kjo ka qenë një gabim i fituesit të parë që ka qenë një arrogant i panevojshëm ditën e fitores. Në një version tjetër, nëse dështon hipotetikisht siç ka thënë opozita, zoti Kurti, ata mund ta bëjnë shumicën. Sheni në horizont se ka sinjale që mund krijohet një shumicë nga partitë e tjera? Po nëse arrin opozita ta krijojë një bashkim dhe ta ketë një kompromis, ka mundësi me bë një qeveri një vjeçare deri në ditën e zgjedhjes së presidentit. Nuk mundet me qenë afat gjate sepse nuk janë numrat as prej opozitës, po as prej pozitës. Vendi ka nevojë ta ketë një qeverisje stabile. Nuk kem nevojë çdo 6 muaj me mos zgjedhje nacionale apo zgjedhje të tjera.
sepse janë të tepërta në çdo kushte me majtë në zgjedhje të vazhdueshme, sepse kem parasysh gjykatën speciale vazhdimisht po dëmton historinë e Kosovës, nëse ne nuk kemi qeveri më kundërvy rrethana gjeopolitike ose strategjike që kemi që rrethojnë Kosovën, do të kemi pasoja në afatgjate. Pronar biznesesh në Kosovë kanë alarmuar se çmimet e produkteve mund të shënojnë ngritje deri në 30% më shumë si shkak i shtrejtimit të energjisë elektrike. Sipas tyre, shtrejtimi për 16.1% ndikon drejt për së drejtë në prodhime të tyre, ndërsa edhe 16% të tjera si pasojë e ndikimit indirekt të produkteve. Në anën tjetër, Këshilli i të Drejtave të Njerëzit ka bërtirje që të ketë rritje të pagave krahas shtrejtimit të produkteve. Vendimi për shtrejtimin e rrymës edhe për 16.1% të tjera kanë gjallur reagime të shumta, se ngritje çmimesh do të ketë edhe në produktet ushqimore. I pari produkt që do shtrejtohet u tha se është buka, çmimi i së cilës rrezikon të shkojë deri në 80 cent. Por përveç bukës, si pasojë e shtrejtimit të rrymës, rritje do të shënojnë edhe produktet e tjera. Pronari një fabrike mishi në Kosovë, Labinat Talla, tha se çmimi i mishit rrezikon të rritet deri në 30% më shumë. Logjikisht i bie çashtu, nëse furnizohesh te me landën e parë nga Kosova, që i bie që ka pas rritje 16%, atëherë automatikisht landën e parë ti e merr me ngritje të çmimit. Plus e ki edhe rrymën të cilën ty bazë tu ka rritë 16%, atëherë është minimalisht 32% ki ngritjen në koston bazë të produktit tanë. Talla ngresh shqetësimin se për pasojë të shtrejtimit të energjisë elektrike, produkti i tij nuk do të mund të shitet as në tregjet jashtë Kosovës, për shkak të çmimit të lartë që do të detyrohet t'ia vendos. Ndërkohë shqetësimin e njëjtë e ka edhe një biznes tjetër në Kosovë, i cili merret me prodhimin e metalit. Përfaqësuesja e kësaj kompanie, Arnora Musliu, thotë se kompania e tyre 95% të prodhimit e ka për tregun evropian. Dhe sipas saj, nëse shtetet e rajonit, kryesisht Shqipëria dhe Serbia, nuk kanë shtrejtim të energjisë elektrike, produkti i tyre rrezikon që të mos shitet. Rritja e çmimeve të rrymës ka efekt direkt dhe indirekt. Për aq përqind sa do të rritet rryma, edhe neve produktet çmimi i prodhimit do të rritet. Kjo është kostot direkte që kemi, ndërsa kostot indirekte janë për të gjitha materialet dhe shpenzimet harxhuese që furnizohemi ne, edhe ato do të shtrejtohen, edhe kjo do të ketë edhe një ndikim tjetër të rritja e çmimit. Kundër shtrejtimit të energjisë elektrike në Prishtinë, u mbajtën 2 protesta të njëpasnjëshme, por pavarësisht kësaj, zyra e rregullatorit për energji vendosi që ta shtrejtojë atë. Në këtë situatë të krijuar, iniciativa qytetare, grupi As një cent më shumë të shtunën, ka organizuar edhe një protestë tjetër. Ndërkohë, kryetari i Këshillit të Drejtave të Njerëzit, Bexhet Shala, ka kërkuar që paralelisht me ngritjen e çmimeve të ngriten edhe pagat. Ma vogla që mund të bëhet dozë vetë është indeksimi i çmimeve. Për indeksimi për nëse e keni rritjen 40% të rrymës e këto që e cila përcjellet me gjithë tjetër rritje, atë spaku kjo bëhet indeksimi i çmimeve plus asaj do të rritet paga. Është i papërballueshëm. Pas një majit, qytetarët në Kosovë që shpenzojnë energji elektrike deri në 800 kW, për 1 kW të shpenzuar do të paguajnë €9.05 nga 7.79 cent sa paguajnë aktualisht, ndërsa ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, 1 kW do të paguajnë €15.23 cent, nga 14.25 cent sa është çmimi aktual. Kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti e ka riemëruar të enjtën si drejtor të doganës Agron Lugaliun. Lugaliu do t'jetë në krye të doganës edhe për 4 vjet. Kryeministri në detyrë Kurti dhe Ministri në detyri Financave Kuran Murati falenderuan drejtorin Lugaliu për punën e drejtanishme, e përgëzuan për performancën e tij dhe të doganës, si dhe uruan për mandatin e ri, duke i dëshiruar sukseset më tejme në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të tij, thuhet në njoftim.
Vendimi i djeshëm i qeverisë në detyrë për ndarjen e 10 milion eurove nga fondi i shtetit për telekomin e Kosovës po konsiderohet si vendim i marrë jo në kohën e duhur. Njohësi i çështjeve juridike, Mazdun Baraliu thekson se një qeveri në detyrë ka kompetenca të kufizuara dhe mund të marrë vendime vetëm për çështje administrative dhe teknike. Sipas tij, ndërhyrja në vendime me karakter të tillë, në fakt të thellë financiar apo strategjik, mund të ketë pasoja ligjore. Lirie Dibrani sjell detaje nga biseda me Baraliu. Zotëri Baraliu, ditën e gjashme, qeveria e cila është në detyrë mori vendim për ndarjen e 10 milion eurove për telekomin e Kosovës. Në fakt, a ka të drejtë kushtetuese dhe ligjore qeveria e cila është në detyrë të marrë veprime të tilla? Qeveria ka për detyrë, siç është në detyrë, në këtë periudhë ndërmjetëse deri në fillimin e punës së qeverisë së re me mandat të plot kushtetues të marrë vetëm vendime të cilat kanë karakter teknik-administrativ dhe të kryej punë dhe detyra të përditshme të natyrës teknik-administrative dhe vijuse dhe asgjë më tepër se kaq. A ka pasur raste të tilla edhe më herët dhe realisht si kanë vepruar institucionet përkatëse nëse ka pasur vendime të tilla? Fatkeqësisht pa dashur të paragjykoj dhe as të adresoj përgjegjësi ndaj askujt, si qeverie edhe qeverisë të tjera të mahershme kanë vepruar në mënyrë të njëjtë apo të ngjashme sikurse edhe kjo. Pra kanë marrë vendime të caktuara të cilat mund të kenë pasur domen jashtë mandatit të qeverisës, pra diçka që nuk ka përmbajtur vendimarrje të natyrës së përditshme të detyrave dhe përgjegjësive vijuse të një qeverie, por mbase të një qeverie që do duhet ishte në mandat. Pra nuk është që për herë të parë kemi një sjellje të tillë dhe një qeverisë të tillë. Ky me mentalitet qeverisës është instaluar më njëherë pas marrjes së kompetencave nga administrata Umikut, po thuj se në vazhdimsi nga qeveriset tona. Dhe kjo do duhet ndërprerë. Kur dikush e din mirë se cilat janë kompetencat dhe përgjegjësitë ekzekutive të një qeverie brenda mandatit, tani më ka dhe ligj mbi qeverinë, ato duhet merren. Të tjerat po ashtu që nuk janë do duhet të kishin, i kanë në ligj dhe do duhet të zbatonin. Ndërkohë që një afinitet, një të thosha prirje e qeverisjeve tona për të vlerësuar më shumë pushtetin dhe interesat politike partijake se sa respektimi kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë, kushtetutës dhe ligjeve të vendit është pak a shumë e pranishme në vazhdimsi pothuajse në të gjitha legislaturat, gjithsesi në të gjitha mandatet qeverisë, qofshin ato jo të plota që janë ndërprerë për shkaqe të ndryshme, qofshin sikur ky i kësaj qeverisë së fundit që është mandat 4 vjeçar i plot i qeverisë. Cilat mund të jenë pasojat ligjore në këtë rast? E përmendë pas edhe qeveritë më hershme kanë vepruar njësoj. Duhet kurdoherë kur dikush të kalon kompetencat dhe autorizimet e veta, të parapara me kushtetutë dhe me ligje, ekzistojnë organet kompetente të cilat do duhej, dihen cilat janë ato, me kushtetutë parapara dhe me ligjet në fuqi do duhej që të vepronin, pra të kërkonin përgjegjësi përmes hetimit dhe ndjekjes, çfarë do qoftë ajo penale juridike, të atyre të cilët bëjnë shkelje të detyrave kushtetuese dhe ligjore, respektivisht të kalojnë kompetencat dhe autorizimet të tyre në rastin e vendimarrjes atëherë kur nuk janë brenda mandatit. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim ka publikuar sot raportin e saj vjetor për transparencën formale të universiteteve publike të Kosovës për vitin 2025. Orka në këtë ulumtim ka grumbulluar të dhëna mbi ekzistencën e 36 dokumenteve dhe informatave nga 8 institucione publike të arsimit të lartë.
Në raport u theksua ngritja e transparencës nga universitetet publike të Kosovës. Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti i Gjakovës u cilësuan si universitetet më transparente. Liridona Ademaj nga organizata për rritjen e cilësisë në arsim theksoi se për vitin 2025 rritja e transparencës ka qenë e qëndrueshme. Mund të themi që rritja e transparencës nëpër universitete ka qenë e qëndrueshme, pra të gjitha universitetet kryesisht janë munduar të jenë në hap me transparencën dhe kanë publikuar dokumentet dhe informatat e nevojshme. Pra, edhe me këto ndryshime metodologjike, pra mund të vrehet që ka qenë një rritje apo një qëndrueshmëri e transparencës. Kjo natyrisht mund të aspektohet si vëdisje i stafit akademik, i profesorëve, pra i menaxhmenteve dhe studentëve që janë hisetarët kryesor të tyre. Pra, këtë vit lider të transparencës mund të themi që është Universiteti i Prishtinës dhe i Gjakovës. Një shembull tjetër i llojit të transparencës mund të themi është Universiteti i Perizajt, që në matjen e parë ka pasur indeksin 0.29 apo jo transparent. Ndërsa Ron Gjinovci nga organizata për rritjen e cilësisë në arsim tha se ka një tendencë nga universitetet që të jenë më transparente. Po du më thonë që jam i lumtur që komunia në boni që si eventi edhe me folë për diçka që pozitive. Sot që amitëm me nxerë si përfundim të qëtari që ata Liridona është që ekziston një farë tendence me transparent nga universitetet dhe më nuk është ajo periuda ku duhet që për një nxerë fjalët me gana prej tyre. Pavarësisht që na e kena shtu numrin e indikatorëve, që është një ndryshim kogja i madh metodologjik për 28 dokumente me kalon 36, pra një përqindje relativisht e madhe. Rektori i Universitetit të Prishtinës Arben Hajrullahu theksoi vështirësitë që ballafaqohen si universitet në sektorin e teknologjisë informative, si dhe mungesën e stafit në mënyrë që përditësimi të dhënave të bëhej në kohë më të shpejtë. Është jashtëzakonisht e arritur e madhe e jo si shoqëri, si vend, si universitete shumë që kemi arrim qëtë stad me diskutu edhe për këtu çështje. Shpesh herë ne ballafaqohemi me disa vështirësi, për shembull sidomos me sektorin e teknologjisë informative, që mungesën e stafit me arritna me përditësu të dhënat në kohë reale, që nuk ka me bu me idin, nuk është justifikim të tentim arsyetimi, po vetëm tentim sqarimi se pse ndoshta nga një herë ne nuk arrim me qenë në kohë reale, transparent 100%. Ndryshe, raporti i organizatës për rritjen e cilësisë në arsim dëshmon një përparim të qëndrueshëm në transparencën formale të universiteteve publike në Kosovë. Pjesëmarrja e rektorëve në panel për të diskutuar për transparencën dëshmoi një vetëdijsim të shtuar për rëndësinë e kësaj çështjeje. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca gjyqësore ndaj 3 akuzuarve për rastin terrorist në Banjsk të Zveçanit, Vladimir Tollić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović, cilët u deklaruan të pafajshëm. Në arati vazhdojnë të jenë edhe 42 akuzuar të tjerë, përfshirë edhe Milan Radojčićin. Ish-kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala vlerëson se mund të aplikohet procedura e gjykimit në mungesë dhe se më pas të gjykuarit kanë të drejtë të bëjnë kërkesën për rigjykim. Zoti Shala, 3 të akuzuarit për rastin sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, Vladimir Tollić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović, u sollën në masa të repta sigurie në gjykatën themelore në Prishtinë, të cilët u deklaruan të pafajshëm. Por në anën tjetër kemi edhe përfaqësuesit e palëve të dëmtuara, të cilat kërkuan burgim të përjetshëm. Si e komentoni seancën gjyqësore këtë të ejnëte? Po si pas kodit procedurës penale, kjo seancë është përcaktuar dhe shënuar si shështjen fillestar. Në shështjen fillestar nuk vlerësohen provat, as nuk nxjerrën provat, vetëm vlerësohet deklarimi i të akuzuarve se a kanë kuptuar akuzën dhe a e njihin vetëm fajtor. Edhe kjo seancë përfundon me kaq. Andaj, çështja e deklarimit, çështja e propozimeve për dënime, për këto do të mbetet nëse gjykata i refuzon se ta palët kanë drejt me kundërshtu akuzën, nëse e refuzon akuzën edhe mbetet akuzën në fuqi, atë në shërtim kryesor kanë mundësi palët të deklarohen dhe të kërkojnë edhe dënime më meritor për personat që janë të akuzuar.
Këta tre të akuzuar i patëm sot në gjykatorin e gjykatës themelore në Prishtinë, por i kemi edhe 42 të tjerë, përfshirë Milan Radojčićin, të cilët janë në arati. Sa prisni që gjykata themelore në Prishtinë të marrë vendimin e gjykimit në mungesë? Është bo mirë që gjykata themelore, departamenti special i kanë ndo edhe i ka veçu Landën, përveç këtyne treve të shkojnë procedurë rregull të gjykuar, gjërsa për këta 42 do shkojnë procedura në mungesë. Mirë po për me fillu procedura në mungesë, atër gjykatët duhet me marrë një vendim që seancën e shqyrtimit kryesor të mbajnë në mungesë, konform nenit 303 paragrafi 7 i këtij kodit procedurës penale, në mënyrë që të zhvillojë procedurë. Mirë po këtu kemi edhe dilema rreth çështës se a duhet të mbahet në mungesë ky gjykim apo ky shqyrtim apo jo. Disa mendojnë ndryshe që nuk ka mundësi të mbahet për shkak se vepra penale terrorizmi dhe vepra penale për cilën këta akuzohen nuk hynë në vepra penale siç i ka përcaktuar kodi penal në nenin 104, ku thuhet se për vepra penale të gjenocidit, krimit të luftës edhe krimit kundër njerëzimit, kjo vepër nuk hyn. Mirë po, është edhe një paragraf tjetër të këtij neni 104 kur thotë përveç këtyre 3 vepra penale kemi edhe veprat penale ndërkombëtare të cilat nuk parashkruan. Unë kam mendimin që kjo vepra terrorizmit hyn në vepra penale ndërkombëtare, dhe sa dhe shumë shtete e gjykojnë si vepër ndërkombëtare penale aktin e terrorizmit, me që kjo vepër hyn në grupin e vepra penale që janë kundër njerëzimit. Zoti Shala, në rastet e gjykimit në mungesë që janë mundësuar në Kosovë me ndryshimet ligjore të vitit 2022, kërkohet që të shtërrohen të gjitha opsionet për të siguruar prezencën e të akuzuarve. A konsideroni se në rastin e Banjskës janë shtëruar të gjitha mundësitë për siguruar prezencën e grupit terrorist? Unë mendoj se po, për shkak se ne po kemi një problem se këtu në raportet shteti Kosovës me Serbi nuk kanë kurrë raporte me zeti që të bashkëpunojnë. Mirë po kjo që është, mendoj që është e organizuar edhe përmes EULEX-it apo përmes UNMIK-ut, që ende në veri ekziston UNMIK-u. Mirë po dëgjoj me tani Serbia nuk ka dashur të bashkëpunojë me institucionet tona siç është prokuroria dhe gjykata, edhe se për këtë arsye konsideroj se këto janë shtjera të mundësi, mirë po këtë problemi procedural se a mundet vepra penale terrorizmit dhe vepra për cilat akuzohen këta të trajtohen me nenin 303 paragrafi 7, si që lidhen me nenin 104 të kodit penal. Unë konsideroj se po mundet mu zhvillu procedura për shkak se është shumë problematike kjo çështje nëse nuk gjykohen, për shkak se mbo hetime voluminoze nga ana prokurisë speciale, edhe me shumë vështirësi, edhe është kërku shumë edhe ekspertizë edhe jashtë vendit, na kanë ndihmuar shumë shtete, kështu që tani kishme qenë mëkat mos me u gjykuar edhe në mungesë ta persona, edhe nesra me gjykim të fuqishëm të kërkuat nga Interpoli apo Europoli që këta të akuzuar të dorëzohen në Kosovë dhe të vujnë dënimin e merituar. Po në rast se aplikohet gjykimi në mungesë dhe më pas sigurohet prezenca e akuzuarve, a kanë të drejtë ata të kërkojnë rigjykim? Po, për shkak se neni 303 paragrafi 8 e ka përcaktuar saktë se në momentin kur një i gjykuar tani si jo i akuzuar i gjykuar ekstradohet në Kosovë, ai mund të kërkojë rigjykimin. Kështu që secilit person kjo i garantohet, jo vetëm me kodin e procedurës penale tonë, po edhe me konventat ndërkombëtare, është e garantuar që personi i gjykuar mungesë të vendos të zgjidhë këtë çështje edhe me rigjykim. Zoti Shala, më 24 shtator bën 2 vite nga sulmi terrorist në Banjskë të Zveçanit. Pothuajse pa u bërë një vit nga sulmi, ishte ngritur akt akuza dhe deri më tani në duart e shtetit janë vetëm 3 të akuzuar. Si shihni këtë çështje penale? A konsideroni që është proces i stërgjatur? Po në kushte e ndërthara që janë zhvilluar hetimet, edhe ne siç i kemi raportet me Serbinë, konsideroj se shumë shpejt u punu. Nga se jashtëzakonisht ka prokuroria edhe policia jonë kanë bërë hetime që kanë qenë shumë vështira. Plus, o dashur edhe shumë prova me
me i egzaminu apo me i dërgu në për shtetet tjera, se për shkak se në shtetin tonë nuk kemi mundësi t'i bëjmë disa ekspertiza që janë nevojshme për me i vërtetu këtë gjendje faktike, por në përgjithësi konsideroj se me kohë është mrit akuza ndaj të akuzuarve, edhe se tani pritet, edhe pse unë konsideroj që ka edhe prokuroria, por tani edhe gjykata do të dërgoj kërkesë për ekstraditimin e këtyre të akuzuarve, mirë po duhet të bashkëpunojmë edhe me shtetet cilat miki që i kemi, edhe si të BE-s, po edhe shtetet e bashkuara që të bëjnë presion në shtetin e Serbisë, në mënyrë që Serbia t'i dorëzoj këta persona dhe të organizohet gjykimi i tyre në mënyrë meritore, në mënyrë profesionale. Të dëshalën, ju falenderoj shumë për punën. Me ndërqofshi. Ju falenderit për vëmendje dhe miru pafshim në edicionet e radhës.